statura jote na tregon për një femër, ti mund të jesh shumë njeri i butë brenda, shumë karizmatik, shumë i dashur, por kur shikoj një person, për shembull, unë nuk jam njeri që nuk e njoh të bukurën, sepse kam mbaruar Akademinë e Arteve për të bukurën dhe për të shëmtuarën, nuk them që je shëmtuar, je frikshme. Domethënë kur shikoj një njeri në fillim, thotë, "Oh, kjo diçka është." Pra, ka lënë gjurmë tek ty. Pa dashur, ti në një farë mënyrë je bërë një reklamuese e asaj që shikon. Pra neve përçojmë atë që marrim si informacion. Kështu lë gjurmë, mendo të një fëmijë. Tash ti e ke kapërcyer atë, shumë mirë. Po jo të gjithë mund ta kapërcejnë. Pra ne nuk mund bëjmë një eksperiment, siç e bëre ti ose siç e bëra unë, me të gjithë fëmijët. Ky është problemi. Jo të gjithë kanë të njëjtin format intelektual dhe mendor për të përballuar frikën dhe të merrin. Prandaj duhet pasur kujdes. Unë kam pas të lehtë të përballoj frikën. Dakord, Ke luftuar. Unë kam luftuar, po s'mund luftojnë të gjithë, janë disa që s'luftojnë fare. Varet edhe nga çështja e karakterit. Duhet pasur kujdes pra. Po, e vërtet është varet edhe nga karakteri, por do thojë që unë para se të isha kështu siç jam sot, unë kam qenë një person që vishesha shumë e ngjyra, nuk shifja filma horror. Unë do thojë që isha besimtare, por nuk ka diçka që më ndikoi për të bërë siç e frikshme ose e keq ose lidhe me satanin. Thjesht është muzika dhe muzika që unë dëgjoj nuk ka lidhje fare me satanin. Çfarë muzike dëgjon ti dhe ç'është më e rëndësishme edhe gjatë momentit që flasim për shembull për Halloween, në çfarë vendesh çfarë muzike dëgjohet zakonisht në këtë festën e sotme? Unë personalisht jam dakord me Mirjanin, nuk dua që Halloweeni të festohet si fest, të bëjmë një party, sepse nuk ka kuptim. Për mua do ishte e bukur thjesht të zbukuroheshin me gjërat e frikshme, siç është dhe tradita për të larguar shpirtrat e këqij. Kaq për mua do ishte okay, sepse unë personalisht nuk e festoj Halloweenin. Po, nuk ke hequr. Për mua nuk bën sens, nuk bën sens. Po. Kjo që unë e festoj gjithë ditën e vitit, këtë vit të bëj pushim. Thash që Sara është vajtë zgjuar dhe logjika të çon aty. Pra ne nuk mund të eksperimentojmë me frikën dhe me atë që është kundra nesh. Por Sara si jap një këshill, si atërore, si vajzën time. Domethënë ka një moshë që është në pranverën e saj. Do vi një kohë që do t'i veshësh të zezat, sepse vjen mosha ku njeriu. Tani shijoj jetën me bukurinë dhe me ngjyrat e saj. Po shijoj jetën. Mirë, dakord. Po shikoj edhe këtë. Unë vesh ngjyrë rozi bie që unë jam i lumtur? Jo, po patjetër shiko. Ngjyrat shprehin emocione. E zeza gjithmonë është emocioni i trishtimit, i dëshpërimit. Jo, e zeza mund të jetë emocioni zakonisht me të zeza vishishin të vejat, ato që ju vdiste bashorti. Kjo është që kemi parë. Sot ka dalë në modë e zeza, por e zeza çdo gjë, shiko. Sot jemi në një botë ku jemi komplet të bërë një pasticcio të gjitha traditave dhe si them edhe riteve. Duhet çdo gjë ka një përmbajtje. Prandaj edhe çdo gjë duhet ta bëjmë me përmbajtje. Edhe Halloweeni, përmbajtjen e ka negative. Normalisht, çfarë do shkojmë te negativiteti? Okej, mirë, faleminderit shumë Miron, faleminderit shumë Sara, shumë kënaqësi të kishim. Keni një lloj komunikimi që bini dakord. Të çon aty. Është një lloj duhet të bëj shumë kohë. Po do t'ju mundsojmë herë të tjera që të rini pak më gjatë.